Rinia tepër kanë sy ka xhamit. Çudit na unë, ma shumë bëj shot xhami se në për shkolla, në për universitete. Nuk kanë rregull. Një pjesë e madhe midis rrugës thot Allahu Ekber, çka dhe unë elhamdulillah. Ajo mos po pëlqej shqip, kur ke fjalë shqipe pse? Edhe Zotit mund i lutën shqip. Edhe Zotit nuk ka thonë të më shku vetëm xhami. Çfarë mendimi ke për respektin e rinisë sot? Rinia sot nuk janë si përpara. Pse? Ka ndryshuar, se ndryshon kohën, çdo herë evolucioni, ku me ditë çka po bëhet, po shohin rrethin tjetër edhe jashtë qyteteve tona, jashtë shtetit ton. A është mirë kjo që po bëjnë? Po, përgjithësi nuk është keq, sikur në të vende tjera që është, nuk është degeneruar sikur jashtë, po ka fillu edhe këtu degenerimi. Respekti nuk është aq i duhur. Ka do që shkon e sheh pezall njerit vjetër, ja trupon rrugën edhe smërzitet, po peshkela, çka. Pastaj në autobus shifet rinia, flesht rrin në kom edhe nuk mërzitet për atë punë. Do me thonë nuk është krejt që të gjithë. Po 1% e tyre, po thu se gati 50% nuk janë bashkë në rregull për ka respekti. E njëjta gjata shumë i shoh shkrimet anë kohën prind e në fëmijë, dalin, pa e pyet prindin, po ajo është katastrofë. Do me thonë, nevojitet një ndryshim, nevojitet për mu ba sa më parë që fëmijët të edukohen edhe t'ju shtrojmë kujdes ma shumë, sepse që ashtu bëhet degenerimi, që ashtu bëhet mos respekti, kështu. Tash pra si jemi edhe muajin Ramazan, çfarë mendimi ke për rinin që për respektojnë fenë muslimane? Jo, rinia bile jenë largu pak për këtë. Pas kësaj lufte bile rinia tepër kanë sy ka xhamit. Ajo një punë e çuditshme. Çudit na unë, ma shumë bëj shot xhami se në për shkolla, në për universitete. Ajo është nuk kanë rregull. Pse? Nuk kanë rregull, shkaku që ma shumë po jepen atje ka xhamia e jo ka mësimi. Edhe një pjesë e madhe në midis rrugës thot, si me thonë, përshëndetjet e ndryshme, Allahu Ekber, çka dhe unë elhamdulillah, andej, ajo mos po pëlqej shqip, kur ke fjalë shqipe pse? Edhe Zotit mund i lutën shqip. Edhe Zotit nuk ka thonë të më shku vetëm xhami, por me ju lutë edhe të shtëpia. Ti a falesh? Ha? Ti a falesh? Unë falem, ko pas ko jem falë për para, tash jo. Pse tash jo? Tash plak. Po s'ka lidhje që... Jo, nuk falë plaku veç me qenë i mirë, edukator i mirë, ajo mjafton, se me u falë, di që po më duket shumë. Çfarë këshilla ja u kishe jap rinis? Rinis, e marë mësimin, ma mirë, sjellet me pas pak ma të mira, po me ndëgjua prind, me ndëgjua profesorin, po le të dëgjojnë edhe hoxhen, ai hoxh që ju predikon si duhet. Po çka dhe unë janë devijuar, për shembull, disi kjo çështja fetare është bani lloj acarimi pa pikë nevoje, jo me pantollë të shkurta, jo. Mendimi ki për këta që me pantolla të shkurta, me këto që e pilojnë vetë syt? Nuk, po çfarë mirit, nuk është mirë me i lanë vetë syt. Me dalë aty sikur me pas maskën. Ajo është e pa logjikshme. Me dalë qështu si ti, si je, shumë bukur. Faleminderit shumë. Qofsh me derë. Ju jeni ma zgjutat që tash, se përpara që kanë qenë. Në konë matë mbyllën në atë kjo. Po i në konë matë, i në konë matë, të gjeshme, edhe kanë pas respekt ndaj të moshurmet. E që tash rinia e që është që është. Këhetëm në rregull është, po diçka respekt ndaj të moshurve kanë. Nuk ka respekt ndaj të moshurve, pse po menon kështu? Kush është fajtor që atë nuk është u respektu njëjtë si kur në kohën e juj? Fajtor se që për shembull unë, si për çfarë.
Në atë kënë, kërë në konë në si thmi i një prindi temë që i konë, unë në këmë gudu me shkue dikun me dollë pa marrë lejen e prindit. Ta është asë nuk e di ku shkën, asë nuk e di ka shkën, asë dhe në është në rregull kjo? Kjo nuk ka në rregull. Se qëre një gëtë që thejet për shumë. Thejet një gëtë e qilëgjit, aja morë nuk në gjitet. Edhe rinia sëdit, nëse ga bën dikon, është shumë shtirë me këthyve, që shukon. Se me atë rrugën negative, e shkon dhe më honë. Dhe më thonë, janë të bu shumë gabim që s'janë të i dëgju prende dhe normalisht ma të më shumit, sepse ata kanë kalu në hapa që kem kalu na edhe e din që është jeta dhe sprovat e jetës. Po që konkretisht për shembull, nëse i thua fëmijës tanë, 2-3 herë e shetë që një rrugë të gabume. Pa më parasysh çfarë rrugë është, ja të hek vjetë 2-3 herë. Edhe e shetë që nuk ka ndërgjën. Nëse nuk ndërgjën ai fëmijë, veç do të më thonë, nëse më bera ha. Dhe për që dush, shko ka dush me mu nuk i mu. Edhe gjoja rrugën tonë. Edhe malet e ka për të është e vështirë për një prind mi i thonë ashtu. Po s'ki qoj pa e thonë se nuk dëgjën. A ka pas rast në herë fëmija që ta ka këthy fjallën ose ka ofendu me nëjë fjallë të vogël, jo më i me thonë të madhe, po... Po monet, të li farë në gjore, sëtë, po shka për rejën e për vrohën e për dojnë. Qëre, përënia në këtë dëjonë, ndashtu i përënia, ndashtu zëtit, ndashtu qështë dushuje. 2 sende i kalon këtë dyja. Vdikën, e kalon meren, edhe dejen familjar që dojnë. E cili është mendimi yt prindi që po fëmia që po e lën prindin edhe po jeton vetë. Dhe më thonë, mu i me thonë edhe ka njëherë, ka raste që i qojnë edhe në për shtëpit pleq vetë, më shumë vetë, për me jetu vetë. A është në rregull kjo sipas teje? Sipas me, a di kush e bë këtë punë. A di kush? Tash më zë keq kupto. Dhe më honë vajzat e bërë, dhe më honë familje. Se përpora ka qenë një njëri, për shembull, ma i moshumi i një shtëpije, ajo i ka pas 4 mi pa e mbi se ku ta di unë, kanë jetuar. Po qaj i moshumi, dhe më honë, gjdo më rëmbje, ja ka caktu ti qatë punë, edhe kete ka di ku janë. E kanë pas me program ditën, dhe më? Po, nëse e ka pas më edhe e kanë dëgjue. E që është valoj, dash me ditë, rinia sa ka respekt të kërkon. A me ndonë që edhe telefoni, kjo teknologjia, i ka prish shumë? Por telefon, po kuptuhet. Telefon, ku hinta ku dolin, me mësu ata. Me mësu sa rrinë telefon. Me mësu ata sa rrinë telefon. Po shabisë në zëti ku me ditë që ishë bërë kësë ju. Që është të ta? Nga edhe një gjopë ju të regoj. Dhe me thonë, o demokraci, o du të me i në vrëp, po shabisë ndërsa me si dhe mos kombi jërë, ndërsa në jo ka përësia vëve se demokraci se kejtë. A me ndonë që edhe në vendet jashme janë të ubo që to që po bonë? Valo që shpo bonë të na, i ju. Jo. E ti me ka një? Unë jam, për momentin, nëse mo, unë i kom pas 7 fëmijë.